Fillimisht do të thënë që procesi hetimor është i afatizuar. Kodi i procedurës penale përcakton që nga momenti kur ka vendim për fillim të hetimeve, procedura hetimore duhet të përmbyllet jo më vonë se 2 vite nga ky moment, përjashtimisht në rrethana kur çështja është të natyrës komplekse, me kërkesë të prokurorit dhe me aprovim të gjyqtarit të procedurës paraprake mund të shtyhet edhe në vetë shtesë. Duke qenë se është i afatizuar çështja e hetimit, atëherë ligji e lejon mundësinë që në rrethana përjashtuese të ketë pezullim të hetimit në rrethana kur personi është i parritshëm, i paqësashëm për të ballafaquar me akuza ose ka shkaqe të natyrës subjektive, për shembull vuan nga ndonjë smundje ose ndonjë çrregullim, cili natyrisht që e bën të pamundur ballafaqimin me akuzat, sepse në instancë fundit duhet me pas parasysh faktin që është detyrim i prokurorisë së shtetit që personin ta ballafaqojë, t'i jap mundësi që të deklarohet në lidhje me akuzat për të cilat rëndojnë para se të procedohet tutje me ngritjen e akuzës eventualisht nëse ka prova. Prandaj vlerësoj që në rrethana të rastit konkret kryesisht kemi të bëjmë me rrethana të natyrës objektive, sepse siç dihet, si rezultat i mendësisë që vazhdon me karakterizu fuqinë tonë verior, nuk ka gatishmëri as vullnet për të bashkëpunuar fare me institucionet tona të drejtësisë, prandaj natyrisht që edhe radojqiqi edhe kriminalët të tjerë jo të pakët janë të pamundur të hasen dhe të jepet mundësia të ballafaqohen me akuza, dhe kjo besoj që do të ketë qenë arsyeja kryesore që ka determinu nevojën për me marrë një vendim të tillë. Besoj që një vendim i tillë do të duhej me qenë më tepër i arsyetuar në raport me opinionin, sepse kurdo që flitet për çështje të kësaj natyre janë bukur të ndjeshme, prandaj të mos me i dhënë hapësirë keq informimit ose keq kuptimit të rrethanave të tilla, prokuroria duhet me pas parasysh që me ofru informata ose detaje më të mëdha se sa që ndonjëherë jep, siç është rasti në fjalë. Natyrisht, duke qenë se personat në fjalë vazhdojnë me përdor fuqinë tonë veriore si strehë të tyre, atëherë natyrisht që duhet marrë në shprehje fusha e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, e cila natyrisht që siç dihet para se gjithë reflekton vullnetin e shteteve respektive, e fuqinë veriore nuk ka vullnet, nuk ka gatishmëri për të bashkëpunuar, madje as për kategori të tjera të veprave penale, as më pak kur bëhet fjalë për persona siç është radojqiqi, i cili është thënë që në krye të herës që është njëri prej personave jashtëzakonisht afër të voçiqit. Prandaj këtu vjen në shprehje fusha e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar që në rrethana të rastit konkret bazuar në këto specifika zhvillohet përmes kanaleve ndërkombëtare prezente në Kosovë, e cila natyrisht që e bën vështirë edhe bukur të problematike edhe mënyrën e komunikimit përfshirë edhe kohën, por njëkohësisht edhe bazuar në mendsinë që ka fuqinë ynë verior, besoj që vështirë do të jetë e mundshme dhe arritshme për institucionet tona, për aq kohë sa radojqiqi dhe të tjerët qëndrojnë vetëm në SBI, sepse le të mos harrojmë faktin që ky person ndodhet tashmë edhe në listën e të kërkuarve të Interpolit, çka nënkupton që në momentin që lëviz nga Serbia, ai mund të ndalohet dhe pastaj natyrisht që mund edhe eventualisht të depërtohet në Kosovë, por kjo si që thash para së gjithë varet nga vullneti i shteteve, sepse fusha e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar është para së gjithë refleksion i vullnetit politik të shteteve në rast se dëshirojnë ose jo të përgjigjen kërkesave të tilla, pavarësisht faktit që vendi ynë ka marrëveshje të mira dhe raporte korrekte komunikimi me pjesën ndërmuese të vendeve të rajonit, përfshirë edhe vendet e Bashkimit Evropian. E para duhet me pas parasysh faktin që kemi vetëm pezullim të hetimit, jo përfundim, jo ndërprerje, që nënkupton që vetëm është ndarë rrjedha e afatit për shkak të pamundësisë për të ballafaquar me akuza, dhe në momentin që krijohen, rrethana të reja për vazhdimin e hetimit, sigurisht që prokuroria merr vendim tjetër përmes të cilit natyrisht që e aktivizon çështjen e hetimit, për çka natyrisht që varësisht prej rrethanave të rastit konkret. Pra është e rëndësishme me ripotencu faktin që nuk kemi përfundim të hetimit, kemi vetëm pezullim për shkak të pamundësisë dhe pamundësisë për të qasur personat, dhe për rrjedhoi gjatë kësaj periudhe nuk rrjedh afati i përfundimit të hetimit, edhe prokuroria është e detyruar dhe rrjedhimisht duhet që në momentin që krijohen rrethana të reja ta ndërpres pezullimin dhe rrjedhimisht të aktivizojë procedurën përkatësisht hetimi.